Mediat ndërkombëtare i ka dhënë një ohë falimentimit të pritshëm të linjës ajrore Air Albania, avionet e të cilës janë përdorur si taksi personale nga ana e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Në një shkrim të Eurotelegraph për këtë çështje, theksohet se kompanisë Air Albania i është hequr licenca e operimit vetëm pak ditë më parë. Në artikull theksohet se ajo që ka mbetur pasi janë pasagjerë të zhgënjyer, fatura të papaguara dhe punonjës të dëshpëruar. Gjatë muajve të fundit, Air Albania u përball me një sër padish në gjykata ndërkombëtare për mosshlyerje të tarifave të leasingut, kur Turkish Airlines njoftoi në mesin e nëntorit se do të shiste pjesëmarrjen e saj në Air Albania dhe do të ndërpriste bashkëpunimin në linjën drejt Stambollit. Për shumë kënd u bë qartë se fundi i kompanisë ajrore, borxhet e të cilës vlerësohen mbi 100 milion euro, ishte vetëm çështje kohe. Me uljen e fluturimit ZB 1003 që vinte nga Stambolli pak para mesnatës së 2 dhjetorit, përfundoi historia e Air Albanias. Problemet me operatorin dolën në sipërfaqe në mes të nëntorit, pasi Turkish Airlines ka njoftuar se ka vendosur të shes gjithë pjesën e saj prej 49% në Air Albania. Megjithatë, problemet me këtë kompani janë denoncuar më herët. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj deklaronte në Çim Peka Live kohë më parë se kompania shqiptare e fluturimeve ka falimentuar për shkak të udhëtimeve të kryeministrit. Air Albania nuk dorëzon prej 5 vitesh bilancet në QKB, ndërsa dyshohet se kjo kompani prej kohësh ka probleme me pagat dhe sigurimet e punonjësve. Gjithashtu Air Albania është zhytur në borxhe ndaj kontraktorëve, aq sa në aeroporte të ndryshme të Europës nuk e furnizoni me karburant.